Përshëndetje të gjithëve, me siguri kam shumë ndjekës të cilët ndoshta kanë fëmijë të vegjël dhe kanë nga këto enët e vogla të cilat bëjnë flucka, por ndodhi që mbarojnë, siç ka ndodhur te Imbiri. Dhe provoj me si çdo fëmijë, me imagjinatën e tij, që mendoj ndoshta vetëm ujë edhe pak ilaç enësh do të bënte fluckat që i mbaruan. Por nuk rezultoi që të ndodhte kështu. Dhe nga kërkimet që bëra, ndaj doja ta ndaja me ju këtë, ingredienti kryesor i fluckave, i mbajtjes së formës së tyre, është sheqeri. Kështu që neve do ta bëjmë tani bashkë dhe do ta provojmë. Kanë rezultat apo jo? Atëherë unë do të përdor këtë enë këtu, ku do të hedh në këtë ujë. Do të hedh ilaç enësh. Nështë edhe pak. Dhe do të hedh sheqer. Okej. Do t'i trazojmë tani. Do të shohim rezultatin në fund pastaj. Okej. Tani neve kemi dy të tilla, të cilat bëjnë flucka, por unë do të provoj këtë tipiken, sepse jam e bindur që shumica prej jush kanë të tilla në shtëpi. Atëherë, s'keni pse bleni detergjent ekstra për të tilla lojra, mund ta bëni vetë siç po e bëj unë. Filloj të krijoj direkt flucka. E mbushim. Okej. E trazojmë dhe pak në këtë lloj forme që të treten më mirë përbërësit që kemi vendosur brenda në të. Edhe e provojmë tani. Le ta provojmë bashkë. Heqim pak tokë që të krijojmë që të hapësirën të shohim. Si që shikoni, funksionon për mrekulli.